po themi nëse unë i kërkoj, po themi vajzës time që të qëndroj vetëm 1 orë dhe më pas ajo ndoshta do kërkoj që të qëndroj më shumë, sepse ndoshta ka arritur që të marri dhe ato pjesën e shpërblimit, dhe nga lërat, pa diskutim që këtu do krijohet një lloj, po themi, konflikti, kështu që në një farë mënyre, të paktën, unë kështu e mendoj që mosha e adoleshencës është edhe mosha më e vështirë. Megjithatë Lorena, si më eksperte në këtë fushë, mund të na e thotë çështjen e moshës në varësi të lojrës, sepse kam përshtypjen që edhe lojrat janë në varësi të moshës. Po janë të ndarë. Do një lojë që është për një fëmijë, po themi 6 vjeç, 7 vjeç, pa diskutim që nuk mund të luhet nga një fëmijë në moshën 14 apo në moshën 15 vjeç. Luhet, po që nuk ka tërheqje. Gjithsesi Lorena po na tregonte një panoramë tjetër që nuk janë vetëm grup moshat e vogla që bëhen vartës ndaj lojrave. Edhe ne të rriturit, si është situata? Edhe në botë? Në botë, mosha mesatare e lojtarëve është 33 vjeç. Që do të thot ne, industria, prandaj them që nuk e di me magnitudën e industrisë në vetvete. Sigurisht që varion nga kontinenti në kontinent, por varësia më e madhe, studim tregojnë që janë në Azi, duke qenë se ata janë më të prirur të jenë, edhe si shoqëri janë më të izoluar, por edhe janë më të prirur të përdorin teknologjinë shumë herë më shumë se sa në Europë. Unë do thoja që varësia nuk mendoj që ka një moshë specifike. Nuk ka kontrol, nuk ka vetë kontrol, dhe të rriturit njerëzit që janë adult shpesh herë kanë problematikat sociale të cilat mundohen që ti mbysin. Duke dhe u socializuar, sepse unë mendoj që edhe mënyra se si lojrat janë duke u ndërtuar tani me atë që po flisnim, që ti mund të ndërlidhesh online me individ duke luajtur, duke ndërvepruar në një kontekst tjetër, jo vetëm nëpërmjet rrjetit social. Kjo e ka rritur edhe mënyrën se si njerëzit socializohen, ndërkohë që më përpara ti e kishe të pamundur të dile të luaje, ndërkohë që ti luan online me dikë me individ nga gjithë tani, bota. për shembull, në takime do shihemi të premte në orën 6 online dhe do luajmë këtë lojën bashkë. Po sepse shumë nga këto lojra luhen në ekipe. Edhe studimet tregojnë që të bëjmë të aftë që të punojnë në grupe në të ardhmen. Duhet parë pozitivisht dhe kjo. Po duhet ta shohim, nuk janë në grupe, po nuk janë kështu face to face, nuk janë. Janë face to face, por ndërkohë bëhen shumë të aftë. Çfarë lojrash luani ju të dyja tani? Një sekondë, mos të përjashton fare. Domethënë, okej, po themi jo kjo loja jote e preferuar, cila është? E preferuara. Po pra, një që e përdor më së shpesh. Unë në këtë moment, unë kam disa muaj që shkarkova në celular Call of Duty. Hajde. Po e luan do? Call of Duty. E mësova tashmë. Jo, ishte më tepër në kontekstin e kërkimit. Jo, një sekondë, për gjithë ata që nuk e kuptojnë. Ishte për çështje kërkimore, more. Për gjithë ata që nuk e kuptojnë, Call of Duty është me kallash. Po ti tani nga i dim, falë, e luan dhe ti. Po unë e kam provuar, e kam parë, absolutisht. E ke provuar? Jemi informuar për emision. Po Julka, çfarë e luan Julka? Unë, pra, nëse doni të qeshti, më vini mua me çunat që të luaj me ato që më duken nuk di gjë me edhe në telefon. Dhe vërtet janë shumë të aftë ata që kanë një koordinim dhe një reaction time të jashtëzakonshëm. Pra, dhe im shoq tha ti pse lexon vetëm studime negative, po shiko dhe lexo aspektet pozitive, pra, sepse ato kanë një reaction time të papar, pra kohën reagimit kanë shumë të lartë se si dhe përqendrim shumë të lartë, si dhe duhet që të zgjidhesh më një herë dhe problemin në moment. Ndërkohë se mos u jeni vigjilentë. Kështu që ka disa gjëra. Unë këto lojrat nuk i luaj dot me PlayStation, nuk i luaj dot, nuk koordinohem dot. Kam pas luajtur, kam pas bërë zbor, ka qenë një lojë në Facebook që ndërtoheshin vila, pra ti punoje, bëje para. Farmville. Jo, Farmville ka qenë. Jo vill, ka qenë jo vill që ti ndërtoje një karakter, shkoje në punë, piqe biskota, vija alarm e thua, wow, miku alarm, më dojë biskotat. Jeta virtuale. Sepse ti punoje dhe na ishte kështu, është një nën industri e tërë, e cila merret vetëm me lojra farming games quhen, që janë lojra të cilat janë korr, mbill, mbliz, ndërto. Sa mi do ishte t'i bënim jetën reale me këto. Shikon, ja ku dolëm sërish. Edhe kja mirë do ishte si ku t'i bënim në jetën reale. Ti nuk do mi bësh bisht të pyetjes, loja jote e preferuar? Shiko, unë luaj gjëra shumë thjeshtë. Aktualisht me vajzën time, do me thënë, 5 vjeç, neve veshëm ato fustanet e kuklave, me Elsen, me Frozen, dhe këtë po ja shpjegoja, pra unë vetë, do me thënë, kam zgjedhur që të ndërveproj me fëmijën tim, dhe të mundohem që ta kontrolloj në një farë forme. Sigurisht pa i rënë sy që po e kontrolloj, se duhet teksuar dhe kjo se fëmijët nuk kanë qef.
Në që fakt ta di këtë pjesën e kontrollit apo që të ndihen të kontrolluar. Pra duhet bërë kujdes me këtë pjesë. Si dhe prindrit sa më të informuar. Aq më mirë është, sepse po themi nëse një prind i shikon, po themi lërat si një rrezik shumë të madh, por ndërkohë e lë fëmijën që të chatojë domethënë për këto rrjetet sociale, në TikTok, Facebook, Instagram, pa diskutim, për mua shumë problem, vetë prindi dhe jo fëmia. A kuptoj. Okej. Nuk përkasun. But that's mine. Jo, është shumë e vërtetë ajo që thotë edhe Arlinda, sepse është shumë e rëndësishme që një mënyrë për të pasur edhe kontrollin është që të luash bashkë me të dhe Që ti të ndërveprosh, shikon se çfarë luan, ja zgjedh ti lojrat, luani bashkë dhe shikon edhe me kuflet. Ndërkohë, për fëmijët që normalisht e kanë këtë varësi, pra kanë kaluar shumë kohë, luajnë, ka një lloj agresiviteti kur i heqim teknologjit. Çfarë duhet bëjnë prindrit? A ka disa teknika që t'i ndihmojnë që të largohen pak nga pak nga janë që loja në këtë rast të jetë si efekt, po themi, shpërblimi i një sjellje të mirë të caktuar. Çka do të thotë? Tani dhe dënimi është që t'ja heqësh pa diskutim. Funksionon, e bëjnë si gjërat që duhet bëjnë. E bën Julka këtë gjë personalisht? Shkeme të, personalisht, edhe shpërblim, edhe dënim. Absolutisht, pra nëse bën këtë gjën, më duket si do dënohesh, më duket si do t'i ki fare teknologjia për shumë kohë, edhe pse ndonjëherë bëj gabim se nuk i qëndroj deri në fund asaj që kam marrë, por patjetër që funksionon. Nuk e njërojmë dot as teknologjinë, as epokën digjitale, e vetmja gjë që mund bëjmë është që të bashkëtojmë mos miri dhe të jemi sa më të informuar. Të paktën ky është dhe mesazhi im. Sigurisht Lorena mund të thotë është diçka më tepër. Jo, është totalisht dhe këtë jemi munduar edhe të bëjmë, të informojmë për të kuptuar pak se si funksionon, çfarë janë në të vërtetë lojrat, si mund të jenë, cilat janë impaktet pozitive si dhe ato negative. Mirë, do shkojmë në një shkëputje fare të vogël publicitare, pastaj do rikthehemi sërish për të vazhduar, sepse dua që bashkërisht me të ftuarët tona të bëjmë një listë të rrezikeve, të bëjmë një listë anës pozitive, të bëjmë një listë të lojrave të cilat konsiderohen lojra të rrezikshme. Po me që e kemi Lorenën, mund të përfitojmë nga rasti që t'i themi ca lojra që me gjasa fëmijët i luajnë në për shtëpia dhe t'na thosë se çfarë janë, çfarë ndos tek ajo lojra. Eksakt, po edhe një listë të lojrave të cilat janë pozitive dhe kanë ndikime pozitive, si jo të gjitha siç pra mos ta bëjmë totalisht të zi të gjithë panoramën, nëse ka edhe ngjyra të tjera. Ne kam shumë ngjyra me thënë të drejtën, e bën shumë bardhë.